nuk kanë në interes të madh Amerikanët në Ballkan përveç që stabilitetit, sigurisë dhe jo ndërhyrjes ruse. Dhe ne këtë duhet ta kemi parasysh. Ka dialogu është i domosdoshëm. Dhe dialogun e dim që po survejohet, po themi, ose drejtohet, nëse më mirë, nga Bashkimi Evropian. Janë Europianët. Janë aleatë më shumë të Kosovës se sa të Serbisë. Ne i dëgjojmë aleatët sa kohë që na pëlqejnë. Kur s'na pëlqejnë, s'është kështu. Pra situata është goxha e komplikuar, ne duhet bëjmë pjesën tonë. Që është? Që është të pranojmë ato kompromise që quhen të arsyeshme. Në mënyrë që problemi të mbyllet sa më shpejt. Edhe që t'i mbyllim gojën para popullit serb atij që shiko Kosova nuk pranon, nuk bën, nuk. Unë nuk them që të bëjmë çuditëra. Por ato marrëveshje që i kanë bërë kryeministët e mëparshëm duhen pranuar. Është një politikë absurde. Nuk është e zonja Kosova, as Shqipëria, as Maqedonia, tjetoj vetëm. Duhet pjesë së bashku të pretendojmë që në NATO jemi, Shqipëria dhe Maqedonia, Kosova akoma jo, por Bashkimin Evropian duhet jemi gjithë. Duhet jemi gjithë dhe atëherë do jemi të sigurt. Dhe atëherë demokracia në vendet tona do jetë më e garantuar se sa sot.